Mendoje pak të skenar. Je reperi më i madh në historinë e vendit tënd. Mbush një stadium me 25.000 njerëz që dinë çdo rresht tëndin përmendësh. Por nuk je dëgjuar kurrë në radio. Nuk e pasur kurrë një videoklip në televizion. Dhe për vite me radhë, askush nuk e dinte se si dukeshe. Tingëllon e pamundur? Mirë se vini në botën e Viktor Palokës, i njohur botërisht si Unikatili. Ndërsa industria e sotme muzikore dominohet nga algoritmet e TikTokut dhe klikimet e blera, ky njeri e theu sistemin gati 20 vite më parë. Ne kemi analizuar se si Unikatili ndërtoi një perandori globale nga asgjëja dhe çfarë do të ndodhte me industrinë shqiptare nëse mbreti vendos të kthehet sot. Për të kuptuar fuqinë absolute të Unikatilit, duhet të kthehemi pas. Fundi i viteve të 90-tave. Lufta në Kosovë detyroi mijëra shqiptar të ikin në diasporë. Viktori përfundon në New York dhe aty ai thith thelbin e vërtet të ashpër dhe të pafiltruar të hip-hopit të bregut lindor, East Coast. Por rruga ishte e vështirë. Asnjë shtëpi diskografike amerikane nuk do të financonte një reper që bënte rap në gjuhën shqipe, ndërsa në Kosovë, televizionet dhe radiot ishin të kontrolluara nga një elitë që nuk e pranonte gjuhën e rrugës. Kështu që ai mori një vendim radikal, të përdorte street marketing ose marketingun e rrugës. Kasetat kaloheshin dorë më dorë, shokët e tij i dërgonin ato ilegalisht me aeroplan në Kosovë. Aty, ato kopjoheshin mijëra herë në për rrugët e Prishtinës. Unikatili nuk e luftoi sistemin e korruptuar muzikor. Ai e injoroi plotësisht. Ai e kuptoi që kur nuk të ftojnë në tavolinë, ti thjesht ndërton tavolinën tënde. Dhe kjo tavolinë sukses shumë. Allah lipoft. Bravo për cilin që ka. Po për një president internetovë deri do katon shqiptarisht. Ka shumë bariera. U bë më e madhe se i gjithë tregu. Por një njeri vetëm nuk mund të pushtoj një komb. Unikatili nuk ishte thjesht një reper, ai ishte një arkitekt dhe atij i duhej një ushtri. Kjo ushtri u quajt The Bloody Albos, ose shkurt TBA. TBA nuk ishte thjesht një grup rapi ku antarët bënin këngë bashkë, ishte një sindikat e vërtet, me rregulla strikte besnikërie, e shtrirë në Amerikë, Europë dhe Ballkan. Një vllazëri e bashkuar kundër një armiku të përbashkët, muzikën false. Ata ishin gjithashtu pionierët e parë të luftës digjitale në shqiptari. TBA e ktheu internetin e hershëm në një armë. Para se të ekzistonin algoritmet, ekzistonte komuniteti i forumeve. Në hip-hop ka gjithmonë konflikte, por nëse në vitet 2000 guxoje të dilje kundër Unikatilit apo TBA-s, nuk ishe thjesht një këngë dis kundër teje. Ti kishe gjysmën e internetit që të hakeronte llogarit dhe mijëra ushtar fanatik nëpër qytetet e Kosovës dhe diasporës që të bllokonin çdo lëvizje. Ti ishe i mbaruar ende sa të fillonte. Por pse? Pse miliona njerëz e ndiqnin kaq verbërisht? Pse TBA u kthye në një fe për rinin shqiptare? Përgjigja nuk gjendet tek bitet, gjendet në mesazhi. Unikatili nuk bëri thjesht albume, ai shkroi një manifest. Ndërsa reperët e tjerë reponin për makina false, zinxhir flori dhe lek që nuk i kishin, Unikatili u tregua i pamëshirshëm. Ai foli për dhimbjen e luftës, për djemtë që humbën jetën, për krenarin ekstreme kombëtare dhe patriotizëm.